Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një konferencë për mediat ku denoncoi disa zhvillime të fundit, duke filluar nga vendimi i gjykatës kushtetuese që rrëzoi vendimin e qeverisë dhe presidentit për shkarkimin e Erion Veliaj. Berisha e cilsoi këtë si fitore drejtësisë dhe një provë se pushtetet në Shqipëri nuk janë të gjitha të kapura. Ai theksoi se ky vendim ka rëndësi të madhe për qytetarët e Tiranës dhe se mosmbajtja e zgjedhjeve të reja mund të shkaktojë një krizë më të ishme. Pavarësisht nga komentet e ndryshme që bëjnë, edhe që i kam dëgjuar, unë do të qëndrimin tim është ky, ata gjykatës që votuan kundër dekretit të presidentit dhe vendimit të Këshillit të Ministrave, ata respektuan, zbatuan parimin ndërkombëtar të shprehur shumë qartë nga Komisioni i Venecias. Ata tjerë thonë se i nxiti ky, nxiti, nuk më... Ata kanë votuar në përputhje me atë direktiv. Edi Rama thot ta nxjerrin nga burgu, po e dëgjuat ju. Ai kishte caktuar atij regjimin e serial killerit. Në qeli, thot Erion Veliaj, u trajtova në regjimin e vrasësit serial. Në lidhje me fushatën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit, Berisha foli për ekipin e Kris Lasivita, i cili sipas tij ka organizuar një fushatë të jashtëzakonshme që nuk ishte parë më parë në Shqipëri. Ai mohoi akuzat e partisë në pushtet për shifrat dhe fryra dhe theksoi se shuma e paguar për Lasivitan ishte shumë më e vogël se ajo që ishte shpallur nga Edi Rama dhe makineria e tij e mashtrimit.